Takime u pritet nga kryeministri i këtij landi, po edhe nga përfaqësues të parlamentit të këtij landi. Çfarë u diskutuan në këto takime? Natyrisht përfituam nga rasti edhe për vizitë në Düsseldorf, ku u prita nga kryeministri i landit Nordrhein-Westfalen, zotri Hendrik Wüst, dhe më pastaj edhe në parlamentin e landit patëm takime në të cilat në përgjithësi u diskutua se si mund të përdoret edhe më shumë mërgata e Kosovës në Gjermani e posaçërisht në këtë land për të krijuar ura edhe më të gjëra, edhe më të forta sa i përket shkëmbimeve tregtare, arsimore, kulturore e të tjera dhe për më shumë investime në Kosovë. Unë i falenderova për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë dhe theksova që në mandatin e ardhshëm Qeveria e Republikës Kosovës do të fokusohet në minjera dhe gasifikim të linjitit, pastaj në hekurudha, në diga, stadiume dhe në Brezovic, e gjithashtu do të kemi edhe një hovë të industrisë ushtarake posaçërisht të municionit e të dronëve